Pak javë më parë, Këshilli Bashkiak Tiranë ka miratuar një vendim për kontrollin dhe licencimin e shtëpive funerale, ku janë përcaktuar rregulla strikte për kushtet që duhet të plotësojnë në mënyrë që të licencohen. Në rregullore saktësohet që nuk do të lejohet që një hapësirë e tillë të jetë në pallate banimi, siç kanë funksionuar deri më tani. Ndërkohë në Durrës është ndërtuar dhe është funksionale një shtëpi funerale e cila plotëson të gjitha dispozitat ligjore në fuqi. Bashkim Leba e projektoi godinën 3-katëshe, që të ishte në funksion të gjitha shërbimeve funerale që i ofrohen personit të sapo ndarë nga jeta. Tu kam marrë një ndërtesë të vjetër, kam filluar nga para, tu ka qenë komplet ferr, i kam plotësuar gjithë kriteret e ligjit që është në fuqi të vitit 2014, jam pajisur me gjithë lejet e ndërtimit, edhe këtu është shkruar, po ta shohësh godinë, shërbimi dhe banimi, home funeral. Por duhet të jenë ca kriteret bazë, do të jenë kushte teknike, që ligji e përcakton qartë, mundësisht, jo në për vendet parapërshtatshme, jo në për bodrume, jo në për hyrje pallatesh, sepse ka dhe fëmijë, ka dhe pleq, që nuk do një i merë. Nëse kjo godinë që kam bërë, i përmend gjithë kushtet e ligjit duke bazuar në ligjet që janë të fuqi. Me një parkim të bollshëm ku mund të parkohen 20 automjete, me 2 salla pritje për çdo kat, dhomë përgatitje të tëndjerit, dhomë frigoriferike dhe ambiente, ku familjarët mund të konsumojnë diçka të shpejtë, tualete të tjerë, shtëpia funerale Leba është e hapur dhe për agjencitë e tjera funerale në qytet që duan të marrin me qira ambientet. Prej disa dekadash tashmë që merret me këtë profesion, që siç rrëfen dhe vet, e nisi për të bërë disa gjeste humanitare, Bashkim Leba sot ka ndërtuar një godinë shumë funksionale, e gjitha e dedikuar shërbimeve të fundit që i rezervohen personit të ndarë nga jeta. Në traditën tonë shekullore, respekti ndaj të vdekurit është i shenjtë, por e rëndësishme është para së gjithash të respektohen të gjallët. Ne respektojmë njerëzit kur ndodhin këto fatkeqësi, po mirë është që njerëzit të jenë, domethënë, të respektojnë sa janë gjallë. E pozicionuar në lagje numër 6, Agjenci Funerale Leba ofron transportin funeral brenda dhe jashtë vendit, një shërbim i rregullt, i kualifikuar dhe i kujdesshëm, konform kërkesave të familjarëve që po kalojnë një moment të vështirë, është parimi bazë i punës së kësaj agjencie.